edhe ju të merrni shpërblimin e Zotit. Zoti na i lasht jetët tona deri në Ramazan. Barakallahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah na i pranon salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na fal na mëshirat gjithë ne që jemi këtu ya Rabbil Alamin. O Allah, na i leje jetët tona deri në muajin e Ramazanit. O Allah, na mundëso dhe agjërimin dhe o Allah, pranoja agjërimet tona, namazet tona. Veprat e mira na i prano dhe të këqijet na i fshi ya Rabbil Alamin. Mos ta ndaj nga mëshira dhe rahmeti jot ya Rabbil Alamin. Ashtu sikur e deshte të dashurin tonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e ndershëm që i ndihmuan atij edhe këtij dini, o Allah, na afro dhe ne, na mbroj dhe ne, na beqato dhe ne, na fal dhe ne dhe na bëj pjesë xhenetin edhe ne ya Rabbil Alamin. O Allah, mbas sa xumaje, mbas i dalim nga kjo xhami, mos na lën gjinaf pa na fshi ya Rabbil Alamin. O Allah, ne vëm me shumë gjinafe, madhria jote i di ya Rabbil Alamin. Qofshin ato të mëdha, të vogla, të para, të fundit, të hapta, të fshetat, me qëllim, pa qëllim, na i fshi ya Rabbil Alamin. O Allah, s'ja kërkojmë kujt tjetër, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne vetëm ty të përulemi dhe vetëm prej teje e presim ndihmën ya Rabbil Alamin. O Allah, na solla në këtë jetë na mëshiro ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem për gjithë ata që vijnë sot në këtë xhami ya Rabbil Alamin me borxhe, ndihmoj që t'i lajnë ya Rabbil Alamin. Ata që vijnë smun, o Allah, shëroj. Kthejnë gjendjen më të mirë që kanë qenë ya Rabbil Alamin. Ata që vend pa martohu, o Allah, martoj. Dim dhe vajza, besimtar dhe besimtare këtij xhamati dhe gjithë botën ku janë dashurit ton, besimtar dhe besimtare martoj ya Rabbil Alamin. I jep fatharit ya Rabbil Alamin. O Allah, ata që vend pa punë, punësoj ya Rabbil Alamin. I jep punë halal ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem dhe për gjithë ato dashur besimtarë dhe besimtare që na kanë kaluar për kësaj jete. Fali mëshiroj dhe bëj për banorët e xhenetit. Na fal në mëshirë dhe gjithë ne ya Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na urdhëron që të falim namaz dhe na urdhëron që të jemi pamirës ndaj njëri tjetrit, ta ndihmojmë dhe ta beqatojmë njëri tjetrin. Allahu na i pranoft namazet tona.